Okej, kam kolegun Ardit Hoxha. Ardit, të përshëndes, atëherë të lutem, fillimisht dalim pak të kjo përplasje dhe kjo debati ka pas Taulon Balla me një eurodeputet Gjerman, mos ka boj, më konfirmom, të rego pak gjithë detaj, çfarë ka ndodhur dhe për çfarë ka qenë kjo përplasje. Debat, se përplasje është fjale madhe. Në fakt, debati ose diskutimi mes zotit Balla dhe zotit Galler, Michael Galler, është eurodeputet Gjerman, përfaqësues i PPE-s, grupit parlamentar të Partive Popullore Europiane, gjatë takimit që kanë zhvilluar delegacioni që është duke zhvilluar një vizitë dyditore në Shqipëri. Në fakt, kanë mbritur ditën e djeshme dhe ditën e sotme kanë zhvilluar takime në parlament, fillimisht me kryetarin e parlamentit zotin Niko Pereshi dhe më pas me komisionin e jashtëm dhe me përfaqësuesit e dy grupeve parlamentare më të mëdha, si me atë të Partisë Demokratike, por edhe me atë të Partisë Socialiste. Dhe pikërisht me këtë të fundit, me zotin Balla, mësohet se ka pasur diskutime mes zotit Galler dhe zotit Balla lidhur me çështjen e antarësimit apo pjesëmarrjes së Shqipërisë në bordin e paqes, me eurodeputetin gjerman i cili ka pyetur ose ka kërkuar në një mënyrë llogari se përse Shqipëria ka vendosur të bëhet pjesë e këtij organizmi të iniciuar nga presidenti amerikan Donald Trump në kushtet kur vetë Bashkimi Evropian dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë bërë pjesë. Ndërkohë që mësohet se zoti Balla i është përgjigjur zotit Galler duke i thënë se Shqipëria ka një marrëdhënie të veçantë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe fillimisht vetë eurodeputeti gjerman do duhet të sqarojë pozicionin ose të sqarohet pozicioni i Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendeve anëtare, pasi ka edhe nga ato vende të Bashkimit Evropian që janë pjesë e Unionit dhe gjithashtu kanë marrë pjesë dhe kanë firmosur pjesëmarrje në bordin e paqes të iniciuar nga presidenti Donald Trump. Ky është diskutimi që është zhvilluar mes dy zyrtarëve në ambientet e kryesisë së kuvendit gjatë takimit që kanë zhvilluar, ndërkohë që thimi ky lloj diskutimi mund të themi se i paraprin edhe një vizite që zoti Galler pritet që të bëjë në selinë e Partisë Demokratike. Nuk ka një konfirmim zyrtar në lidhje me këtë çështje në fakt, por burime bëjmë dije se zoti Galler pritet që të rrinë selinë blu dhe të zhvillojë takime me drejtuesit e kësaj force politike. Në fakt do të ishte ndër takimet e rradha që kanë ndodhur ose ndër vizitat e rradha që kanë ndodhur në Partinë Demokratike përgjatë këtyre viteve të fundit që pas rikthimit të Sali Berishës, ku dihen tashmë problematikat që Partia Demokratike ka pasur në raport me ndërkombëtarët për shkak të vendimit të fillimisht të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më pas të Mbretërisë së Bashkuar për të shpallur si person non grata kreun e kësaj partie zotin Sali Berisha. Kjo sa i takon këtyre, po themi këtij diskutimi apo debati që është zhvilluar, ndërkohë që duhet theksoj Fimi se agenda e takimeve të eurodeputetëve që drejtohet në fakt nga kryetari i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian zoti David McAllister, fillimisht ka nisur ditën e djeshme me një darkë pune me kryeministrin Rama dhe më pas një takim me ministrin e jashtëm Elisa Spiropali dhe ka vijur sotme dhe pritet që të përmbyllet me një konferencë të zotit McAllister në zyrat e delegacionit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në selinë e Partisë Demokratike pas pak minutash pritet që të nisë mbledhja e grupit parlamentar, si që do mund shihet pas shpinës time janë duke hyrë deputetët dhe anëtarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Bardhi dhe zonja Tabaku, në fakt ishin dy më të fundit që hynë në këto momente dhe pritet që të nisë nga momenti në moment mbledhja e grupit parlamentar, e cila është lajmëruar që ditën e djeshme dhe i paraprin seancës plenare të kuvendit që pritet është programuar për të zhvilluar ditën e nesërme. Do të mbetet për të parë nëse zoti Galler do të vijë për të zhvilluar takimin në selinë e Partisë Demokratike dhe se me cilët do të takohet nga leadershipi dhe nga drejtimi i Partisë Demokratike. Sigurisht takimi me zotin Bardhi dhe zonjën Tabaku është konfirmuar për shkak të pozicioneve parlamentare përfaqësuese që ata kanë në kuvend, pra njëri është drejtuesi i grupit parlamentar dhe zonja Tabaku po ashtu është anëtare në Komisionin e Politikës
politikës së jashtme dhe integrimit. Nëse më lejon, do doja të bëja edhe një, po themi, përmendje të gjithë delegacionit i cili merr pjesë ose viziton Shqipërinë në këto 2 ditë, themi përveç zotit McAllister dhe zotit Galler, të cilët i përmenda më herët, të cilët janë përfaqësues të EPP-s, në Tiranë ndodhen edhe zotërinj të Tonio Pikula, Marta Temido, Suzana Sesardi, Serban Dimitris, Marian Sarek, Stanislav Stojanov dhe Marko Tranquinho. Këto janë anëtarët e delegacionit të Parlamentit Evropian që vizitojnë Shqipërinë që prej ditës së djeshme dhe vijojnë edhe sot dhe pritet që të largohen pas konferencës që zoti McAllister do të zhvillojë në zyrat e delegacionit të Bashkimit Evropian këtu në Tiranë. Okej, Ardit, faleminderit për gjithë këtë pjesë të raportimit, ndërkohë duhet pyes pak çfarë presim nga kjo mbledhje e grupit parlamentar? Do të jetë fokuset e seanca nesërme apo te përgatitjet për të premten? Pak nga ajo që ti di nga burimet e tua. Do t'jetë një përzierje të dyja këtyre çështjeve. Sigurisht fokusi i Partisë Demokratike jashtë parlamentit mbetet tek protesta dhe organizimi për 20 shkurti, një protestë cilën zoti Berisha në fakt e ka paralajmëruar disa herë që do t'jetë në vazhdon e protestave që ka organizuar deri në këtë moment, shoj 22 dhjetorit, 24 janarit dhe 10 shkurti. Sigurisht ashtu sikurse ishte përpara datës 10 shkurt që ka pasur aludime të ndryshme në media apo në diskutime se mund të ketë një protestë që deputetët e Partisë Demokratike së bashku me militantët e opozitës të qëndrojnë në bulevard, të stacionohen aty, gjithsesi nuk ka një vendimarrje për këtë çështje. Ajo që është e sigurt është që Partia Demokratike gjatë këtyre ditëve, deputetët e saj, zyrtarët më të lartë se kanë punuar intensivisht tek pjesëmarrja, pra që të ketë sa më shumë qytetarë dhe mbështetës Partisë Demokratike të dalin në bulevard për t'u bashkuar kësaj proteste të katërt të Partisë Demokratike që nga momenti kur ka nisur aksionin e një lloj, po themi, vale protestash, por edhe një mosbindje civile e cila zgjati jo aq shumë në parlament në fakt, por ndërkohë që nga ana tjetër protestat jashtë parlamentit po ashtu edhe të ndërthura me foltore, takime ndryshme me demokratët vijojnë dhe pritet që edhe kjo protestë datës 20 shkurt të mos jetë fundi apo përmbyllja e këtij aksioni, por ndoshta dhe vijimi deri, po themi, për arritjen e atyre objektivave që Partia Demokratike ka shpalosur dhe i ka vendosur vetë të saj që në fund të nëntorit të vitit shkuar që kanë të bëjnë qoftë me dorëheqjet e zotit Rama dhe zonjës Balluku, por edhe me kalimin e vendit në një qeveri teknike që sipas Partisë Demokratike është vetmja garanci që vendi mund të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Okej, Ardit, shumë faleminderit për këtë raportim të parë. Do të jemi sërish bashkë nëse do ketë deklarata në përfundim të mbledhjes grupit parlamentar, se padyshim presim